Mbrëm, gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania u diskutua për reglin, e cila u largua nga shtëpia me vendim të vëllait të madh për arsye shëndetësore. Në fillim të prajmit, Ledion Liço e pyeti Gjestin se si është ndjer pas largimit të saj. Gjesti u përgjigj: "Jo, të mira nuk jam, por jam munduar t'i mbuloj me të qeshura. Për shumë gjëra, nuk më ka bërë mirë ikja e saj, po më mungon." Pas këtij reagimi, Egli bëri një postim ku shkruante: "Mendohuni mirë para se të bëni një grua të qaj, sepse Zoti numëron lotët e saj." Ky postim u interpretua si një sulm ndaj Gjestit, duke e bërë atë të dukej sikur ishte fajtori për gjendjen e saj emocionale. Megjithatë, ajo që Egli harron është se askush nuk e detyroi të afrohej me Gjestin, askush nuk e detyroi të luante lojën që ajo vetë zgjodhi. Ndjekësit kanë vënë re se Egli u shpreh hapo për disa meshkuj të tjerë në shtëpi, ndërkohë që Gjesti nuk ka deklaruar asnjëherë se kishte ndjenja për të. Puthja mes tyre ndodhi brenda lojës, por më pas ai e bëri të qartë se mes tyre nuk kishte diçka më shumë. Ajo që e bën situatën edhe më të padrejtë është fakti se Gjesti vazhdon të sulmohet për këtë histori, ndërkohë që ai nuk ka bërë asnjë koment negativ për Eglin. Në rastin e përmendjes së nishanit të saj, ai qëndroi i heshtur dhe nuk u përfshi fare, por pavarësisht kësaj, ai është ai që po përballet me kritikat. E vërteta është kjo: Egli po përpiqet të viktimizohet dhe të fajsojë Gjestin për diçka që ka qenë plotësisht e zgjedhjes së saj. Askush nuk e largoi nga shtëpia, askush nuk e detyroi të afrohej me Gjestin dhe më e rëndësishmja, askush nuk e tratoi. Në vend që të kërkoj fajtor aty ku nuk ka, Egli duhet të reflektojë dhe të pranojë se ajo mori atë që kërkoi. Joja e saj ishte zgjedhja e saj dhe postimet që synojnë të dëmtojnë dikë tjetër janë vetëm një përpjekje e kotë për të fituar simpati. Në fund të fundit, njerëzit e shohin të vërtetën dhe loja e viktimës nuk funksionon për shumë gjatë dhe nuk harrojnë se fama që mori Egli erdhi si pasojë afrimitetit të saj ndaj Gjestit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!